Kur Britania e Madhe vendosi të shkëputej nga Bashkimi Evropian në vitin 2020, një nga figurat kryesore ishte Nigel Farage, politikani që ka qenë për herë një mjeshtër i provokimit, tashmë ngjitet rrufeshëm në sondazhe në Britani, duke u konsideruar nga shumë si një kandidat potencial për kryeministër. Britania e Madhe po përballet me një krizë ekonomike, tensione sociale, pakënaqësi ndaj emigracionit dhe retorikë nacionaliste. Kjo është një fushë melule për Farage, i cili po ndërton një lëvizje që për shumë kritik kujton ngritjen e partive populiste e nacionaliste në Evropë. Reform UK po sfidon drejt për drejt laboristët dhe konservatorët tradicional, të cilët imposhti bindshëm në zgjedhjet për këshillat lokale në maj të këtij viti. Programi politik i Reform UK kërkon ndalimin drastik të hyrjes së emigrantëve ilegal në Britani dhe promovon politika të deportimeve masive, duke paralajmëruar se vendi po humbet identitetin kombëtar. Vitin e kaluar, lideri i tyre Nigel Farage ishte marrë edhe me shqiptarët që jetojnë legalisht dhe ilegalisht në Britani të Madhe. 1 in 50 Albanians in Britain is in prison. Kjo shkaktoi një debat të fortë në Britani, dhe në të u përfshi edhe kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili quajti deklaratat e Farage si absurde dhe të pavërteta. Por si arriti deri këtu Nigel Farage? Në mënyrë të ngjashme me Donald Trumpin në SBA-s, Farage po e transformon politikën në spektakël. Tubimet e tij shoqërohen në muzikë, efekte vizuale dhe një përdorim agresiv të rrjeteve sociale si TikTok dhe X. Ai e paraqet veten si zëri i popullit, ndërsa kundërshtarët politik i etiketon me novka ironike dhe sulme populiste. Shumë analistë në Britani argumentojnë se fuqia e Farage nuk buron vetëm nga populariteti personal, por edhe nga kolapsi i besimit tek dy partitë tradicionale britanike. Konservatorët kanë humbur një pjesë të madhe të elektoratit, ndërsa qeveria laboriste e Keir Starmer po përballet me pakënaqësi të thellë publike dhe të lashe të brendshme. Frika më e madhe e kritikëve të Farage është se ngritja e tij mund të sjellë një transformim të thellë të Britanisë. Për ta, një qeveri e udhëhequr nga Reform UK do të mund të nënkuptonte deportime masive, sulme ndaj institucioneve demokratike, polarizim ekstrem politik dhe rritje të nacionalizmit agresiv.